adhurues të basketbollit ku do shenin këto qaste Kosovë, Shqipëri, troje tona etnik, Evropa po Amerikë, mirë se po vazhdoni të qëndroni me Art Motion, adresën numër 1 të sportit në Shqiptari dhe mirë se erdhët në aktin final të edicionit më të bukur, më dramatik dhe më fantastik basketbollistik në këto 20 vitet e fundit. Madje, kur asnjëherë deri tash nuk ka ndodhur që në kuadër të Qirës së fundit të kemi 3 ndeshje të cilat njëkohësisht vendosin se cila skuadër bjen e cila do të mbjetoj dhe cila në play-off do të shkoj. Sigal, Prishtina, Vllaznimi dhe Rahoveci janë 3 skuadrat që do të luftojnë me atomin e fundit për play-off dhe mbjetesë. Çka do të ndodhë, këte do të mësojmë në fund të kësaj mbrëmje dramatike, basketbolistike, ku aktualisht në 3 palestra të ndryshme, njëkohësisht, me fillim nga ora 18:45, po zhvillohen 3 ndeshje, Trepça Sigal Prishtina në Minatori, Vllaznimi Peja në Shanin Ushi, dhe me ju të dashur adhurues basketbollit në Art Motion, jemi direkt nga palestra 13 qershori në Theran, ku Golden Eagle Ylli po i bën konak Rahovecit në këtë përballje jetike ku me ju jam unë, Agon Fehmiu. Me njëherë në start pa hy në këte duel dhe spjegimin e analizën e këtyre 2 skuadrave, dëshiroj që të spjegoj një situatë e cila ka qenë shumë diskutabile, pra si është situata aktuale në renditje tabelare. Prishtina është e 6-ta me 10 fitore, 17 humbje. Vllaznimi i 7-ti me 9 fitore, 18 humbje, sa ka dhe Rahoveci i fundit. Para se të hym në këtë duel me karakter të jesh apo të mos jesh, vetëm të jap një spjegim lidhur me atë se kush bjen, kush mbetet, kush shkon në play-off e tjerë. Bazuar në rregulloret e lojës së FIBA-s, propozicionet dhe pas konsultimeve me Federatën e Basketbollit në situata, pra ne e kemi dhënë spjegimin se nëse Prishtina pson nga Trepça, Vllaznimi dhe Rahoveci fitojnë, atëherë të 3 skuadrat do të kenë numër identik të pikëve, dhe në atë rast këto 3 ekipe krijojnë një grup ku shikon 4 ndeshje të ndërsjellja midis 3 ekipeve dhe koshaverazhi i tyre total në fund, pra koshaverazhi më i mirë në përballje direkte midis tyre. Këte e ka thënë Neni 47.1.4, i cili thotë, nëse më shumë se 2 ekipe kanë të bu numër të njëjtë pikëve, renditja përcaktohet vetëm në bazë kosh diferencës së pikëve të shënuara në ndeshjet në mes tyre. Mirë po, Federata e Basketbollit Kosovës e ka marrë parasysh edhe Nenin, i cili vjen me njerë pas ti, 47.1.5, ku thuhet, nëse më shumë se 2 ekipe kanë të bu numër të njëjtë të pikëve dhe numri i fitoreve në ndeshjet në mes tyre, pra nuk është i barabartë, atëherë renditja përcaktohet në bazë të ndeshjeve të ndërsjellja. Kjo i bën se Rahoveci, i cili ka 3 fitore në raport me Vllaznimin, Prishtina i ka 3 fitore në raport me Rahovecin, ndërsa Prishtina dhe Vllaznimi janë 2-2, atëherë Prishtina ka 5 fitore e 3 humbje, Rahoveci ka 4 fitore e 4 humbje, dhe Vllaznimi ka 3 fitore e 5 humbje. Pra, në këtë rast nuk merret parasysh ai Neni i parë, kur krijohet tabela dhe shikohet vetëm koshaverazhi apo kosh diferenca, pra është marrë parasysh Neni i dytë, i cili ka lënë shumë mjegull dhe ka bërë shumë paqartësi. Kështu që Federata e Basketbollit Kosovës vitin e ardhshëm duhet të punojë dhe ta qartësoj këtë shumë më mirë. Pra, po takohen 2 ekipe, po kjo është në variantën nëse Rahoveci dhe Vllaznimi fitojnë, ndërsa Sigal Prishtina pson disfat nga Trepça. Pra, 3 ndeshje dhe 3 drama njëkohësisht, në fund cilave diku rreth orës 20:45 do të mësojmë epilogun se kush vjen e kush mbetet në Super League dhe cila do të jetë stutje në play-off. Pavarësisht nga e gjithë kjo, një gjë e di, Rahoveci si vjet ka qenë skuadra me buxhetin më të vogël në Procredit Super League dhe ka luftuar si luan, andaj për këtë duhet trokitur veshtarët, pavarësisht nga epilogu sonte. Në udhëheqjen e Bujar Locit, në start edicionit ka pas rezultate të shkëlqyeshme dhe në një moment ka qenë në pozitën e 4, mirë po me kalimin e kohës, Rahoveci nuk ka mundur të përcjell trendin e shpenzimeve të skuadrave tjera që kanë ndryshuar me 10 lojtar. Ndryshimet ka bërë edhe Rahoveci, edhe në trener, edhe të huaj të cilët i ka angazhuar, mirë po kanë qenë me shuma modeste
Mirë po, një gjë e dim, kjo nuk ka ndiku që Raovecianët të dorëzon dhe të ngrejnë flamurin e bardhë, për kundrazi kanë luftu dhe po luftojnë me mishe me shpirë për të mbetur në elit. Këte më së miri, vreshtarët e dëshmuan në gjirot 24 dhe 26, kur si mysafir më poshtën dy konkurentët direkt për mbjetesë, Sigalin në Prishtinë dhe Vllaznimin në Gjakov, të dyja me rezultate të ngushta e pas betejave fantastike dhe dramatike. Madje, në kuadër gjiros 25 në Mizajrisma luftuan kokë me pen, por humbën, sikurse edhe në ndeshjen e fundit të shtunën, kur ishim së bashku me Trepçën, skuadrën më dominuese në lit viteve të fundit dhe ndaj cilës Raoveci për 30 minuta ishte në avantazh, por në fund nuk pati energji dhe humbi duelin. Pra, vreshtarët sonte në këtë duel po hynë me një qëllim të vetëm të bëjnë edhe një ndeshje heroike dhe me synim për të triumfu dhe mbjetu, mirë po pengesa sonte është shumë e madhe. Golden Eagle Ylli. Therandasi sonte janë gjithashtu tejmase të motivuar, sepse po luftojnë me pen për pozitën e 4 dhe për parsinë e fushës vendase në çerek finalet të play-offit që starton të shtunën. Adhrues të basketbollit çka me ju thon tjetër, pos është kjo mënyra më e bukur dhe më emocionuese me përmbyll këtë edicion. Unë po e marrë të drejtën me cilësusi edicionin më dramatik dhe më fantastik basketbolistik në historinë 34 vjeçare të basketbollit të pavarur kosovar nga viti 91-92. E tash prezantimi i skuadrave, kapiteni Bardregja me numër 35 Raoveci, me numër 1 Kentrell Pullion, numër 3 Albin Berisha, 4 Nahim McLeod, 5 Gjevon McCormick, 7 Fisnik Rugova, 11 Hadis Durguti, 12 Visare Jupi, me numër 24 Kujti Mujkani, me numër 30 Elif Hajimorati, 32 Richard Granbury, dhe 99 Adonis Tomasi, kryetrener Samargjiev, mendimësit Selman Cenën dhe Deli Beqen. Në anën tjetër, Golden Eagle Ylli me kapitenin Ximorinën, me numër 0 Josh Gray, me numër 1 Liz Shoshi, 2 Scott Bamford, 4 Brion Pass, Artin Gashi, 7 Altin Shala, 8 Dustin Thomas, 10 Arjan Çallaku, 12 Donato Sobeckis, 15 Shqipron Ahmeti, dhe 55 Tariq Smith. Trener kryesor, kryetrener Endrit Elshani, refer kryesor Gjelal Mumini, mendimësit Arjan Kerën Besim Vitakun, dhe tani të ngritemi në këmbë për intonimin e hymnit Republikës Kosovës. Pra adhurues të basketbollit, edhe njerë po e them, është kjo mënyra më e bukur dhe më emocionuese me e përmbyll këtë edicion më dramatik dhe më fantastik basketbollistik në historinë 34 vjeçare të basketbollit të pavarur kosovar nga viti 91-92. Sa për informatën tuaj, edicioni 2025-26 është kampionati 32 i basketbollit pavarur tonë, pasi me 97, 98 dhe 98-99 kampionatet nuk u zhvilluan për shkak të luftës dhe ai vitit 19-20 u pezullua për shkak të Covidit, prandaj po e them që në histori të basketbollit tonë të pavarur asnjëherë nuk kemi pas këso gare dramatike dhe fantastike gjatë gjithë vitit, kurse mënyra më e bukur dhe më e duhur për ta përmbyllur një edicion të këtill është sikurse kjo që po ndodh sonte në 3 palestra njëkohësisht. 3 ndeshje vendimtare dhe dramatike që vendosin se kush do të bjen, kush do të mbjetoj dhe kush në play-off do të shkoj, Prishtina, Vllaznimi apo Rahoveci. Për më tepër, Beja dhe Golden Eagle Ylli po luftojnë për pozitën e 4 dhe për parsinë e fushës vendase, andaj një skenar të këtill nuk do të mund ta kishte shkruar as vetë
Alfred Hitchcocku, regjisori dhe mjeshtri më i madh i gjitha kohëve i dramave dhe filmave thriller. Pra, çdo gjë është e gatshme dhe 4 minuta e gjysmë deri në fillim të këtij dueli, kombinime matematikore sa të duash, por me thjeshtu muhabetin për të mbjetuar në Super League. Sonte vllazimit i duhet fitorea patjetër, kurse Rahovecit fitoria ndaj Yllit ose humbja e vllazimit. Me një fjalë, 40 minuta deri në fund të pjesë rregull të këtij kampionati fantastik dhe dramatik. Punët janë lug, ashtu si kanë qenë gjatë tërë kampionatit, prandaj edhe kam thënë, po e them dhe do ta përsëris vazhdimisht se kur deri tash në këto 34 vjet të basketbollit ton të pavarur, nuk kemi pas këso drame dhe thrilleri basketbollistik. Çka me ju thonë tjetër, krejt në fund vetë se atë fjalin time që nuk e kam thënë tash e 20 vjet, mbështetuni mrapa në rahatin e koltuqeve tuaja, mbushni rezervat e qipsave, kikirikive, dhe mbushnit gotat tuaja për plot me shije të ndryshme dhe të mrekullueshme të Prince Cafes, shihoni këto knatësi basketbolli. Sa e përket përballjeve direkte si vjet, Golden Eagle Ylli Rahoveci, Rahoveci ka 2 fitore dhe Ylli 1. Vreshtarët si vjet vazhdimisht kanë luftuar për mbijetesë, por edhe inkuadrim në play-off së bashku me vllazimin dhe Sigar Prishtinën, e cila si vjet si kur më parë në historitë basketbollit ton të pavarur, si skuadra më e trofeshme gjitha kohëve, jo vetëm në Kosovë, por në Shqiptari në përgjithësi, me 40 trofe të fituame, ka luftuar për mbijetesë dhe nuk ka pas këso krize. Sidoqoftë, Rahoveci si vjet është treguar e fortë dhe si skuadra me buxhetin më të vogël në Super League, ka luftuar me mishë me shpirt dhe ende po lufton. Është kjo përballja e 4 dhe finale me rivalin e përbetuar lokal Yllin, ndaj cilit ka shënuar 2 fitore si vjet dhe ka psu një humbje. Pra në 3 përballje të si vjetme, Rahoveci ka fituar të 2 ndeshjet në Mizajrisma, ndërsa ka psu këtu në Tramaj Qershori. Me 22 nëntor, Rahoveci ka fituar me rezultat 85-77 në Rahovec dhe kështu ciklin e parë vjeshtor e pa të përfunduar në pozitën e 5 me 3 fitore e 4 humbje. Ylli pa të mbetur në fund të tabelës me vetëm 1 fitore e 6 humbje, gjë e cila i kushtoi me shkarkim Fotis Takjanosit. Në ndeshjen e parë, edhe pse Ylli kishte dominu dukshëm në kërcime 45-33, duke përfshi 33 në mbrojtje, Rahoveci ka qenë shumë i organizuar, ka shpërndar 23 asistime, në mbrojtje ka qenë fenomenal, i ka vjedh dhe topa dhe ka detyruar 20 topa të humbur, me çka krijoi kundërsulme të shpejta dhe efikase. Ishte ish qendra gjiganti Julian Rosha, i cili u dallua me double-double, 22.13 kësime. Pastaj me 10 janar këtu në Tramaj Qershori, Ylli e mposhti Rahovecin me 94-80, pra e ka mposhtur në mënyrë shumë të lehtë, i udhëhequr nga Brandon Hoffman me double-double, 25 pike 10 kërcime, Trevon Allen 21.6 kërcime, dhe ishte kjo fitore në drejtimin e Endrit Elshanit, i cili e pat nisat serin prej 4 fitoreve rresht, para se të vinte spanjolli Olmos, i cili përkundër rrogës më të madhe në Kosovë, diku rreth 20.000 euro, përflitej dhe nuk e dëshmoj vetën, për këte edhe i ndan rrugët therandasit me Olmosin dhe kryesia ja besoj përsëri skuadrën Endrit Elshanit, dërsa duhet thënë se ndeshjen e fundit me 20 shkurt 2026, Rahoveci në Mizajrisma e fitoi me rezultat 75 me 69, pra si vjet janë 2-1 në përballje direkte. Pra, nëse shikojmë pra këto 2 skuadra, kam pasur ndeshje shumë interesante këtë sezon. Ylli fitoi pra bindshëm duelin këtu, 94-80, pasi dominoi në trapez dhe qarkulloi topin më mirë, me dominim edhe në asistime, kurse Rahoveci ka fituar në Mizajrisma dhe Bamford Thomas, Çallaku, Sabeckis dhe Smith. Do t'jetë peshja startuese e Golden Eagle Yllit, e në anën tjetër Rahoveci do të startoj me Puljanin, me Kormikun Rugovën, Arezhën dhe Adonis Tomasin, peshja startuese e zakonshme e trajnerit Samargjiev. Pra, adhurues të basketbollit Ylli zakonisht fiton kur luan me ritëm të shpejt, kur dominon në shënime në brendi dhe e lëviz më mirë topin, ndërsa Ylli është i rrezikshëm pra edhe kur aplikon lojën pick and rollin, atë pick and rollin agresiv kundër sulmet e shpejta,
dhe i shfrytëzon atë mismatchin në post, sidomos në low post, ndërsa Raveci fiton kur e ngadalson ritmin e lojës, kur luan lojë të organizuar në gjysmëfushë dhe kontrollon topin, duke humbur sa më pak topa, në anën tjetër është agresiv në mbrojtje dhe detyron kundërshtarin nga gabime. Pra, Raveci fiton atër kur bën atë izolimin dhe e ka pick and rollin e kontrollum, luan mbrojtje agresive dhe shfrytëzon gabimet e rivalit, e sidomos mbron në mënyrë agresive perimetrin duke mos leju treshet, në rastin konkret sonte Bamfortin, i cili me të vërtet është një përbindësh dhe i cili ishte heroi ndeshjes kundër Borës të premten e kaluar, duke shënuar 38 pikë, prej tyre 8 treshe nga 10 tentime. I mrekullueshëm ka qenë Bamforti dhe ndeshja vendimtare për Rahovecin për të mbetë në ligë dhe në anën tjetër për Golden Eagle Yllin për pozitën e 4 fillon me sulmin e parë të Golden Eagle Yllit, Sabeckis për Arjanin. I duhen treshet sonte, din këte Endrit Elshani, Sabeckis tenton, nuk realizon. Fisnik Rugova atje lufton, por edhe tentimin e dytë për 3 pikë. Ju thash, sonte Golden Eagle Ylli në start do të tentoj të bombardoj për 3. So bukur Fisnik Rugova atje e blokon Dustin Tomasin, i shalo qendrën e Sigal Prishtinës, e cila në këto qaste po luan në minatori kundër Trepqës, ndërsa vllaznimi me Pejën në po të njëjtën kohë janë duke u ndeshur në Shaninushi. Gabon atje McCormick, e humb këtë top Sabeckis. Scott Bamford, fauli Kentrell Puljanit, kemi atje një mismatch dhe Kentrell Puljan shkakton personalin e parë. Bamford kërkon blokun atje, vendosin e blokut më të mirë nga Tariq Smith. Arezha është pranë Sabeckisit, mbrojtje zonale e Samargjevit në fillim, në post të ult atje Adonis Thomas me Dustin Thomasin. 2 Thomasat, njoni kundër tjetrit. Tentim për 3 pikë. E vin treshja e parë, ju thash, treshet do të jenë arma kryesore e Endrit Elshani sonte, i cili do të tentoj të bombardoj sikur se bëri me Borën. Puljan me hap prapa e huq, më i larti në kërcim Tariq Smith. Luft e madhe nën kosh edhe njëherë Fisnik Rugova atje. Kësaj radhe me uso, bukur depërton atje Tomasi vetmuar dhe bombardon për 3 pikë, përgjigjet në, apo jo, e pas ka shkelvin. 3-2. 2 pikë të Tomasit. Bamford në anën tjetër tenton, nuk referi Kera thot se çdo gjë ishte në rregull atje dhe spati kontakt. Adonis Thomas, ish lojtari i NBA, tenton, nuk realizon, Bardrezha lufton, megjithatë Arjan Qallaku e kontrollon. Në anën tjetër, Tomasi tjetër shënën, Tomasi kundër Tomasit sonte, 5-2. Puljan, McCormick, falni, McCormick, sa bukur atje mbrojtje dhe kërkon ja via e shkelur e Adonis Tomasit, tentimi për 2 pikë. Dërsa këtu trajneri Endrit Elshani kërkon faul jo sportiv. Treshja e referve Mumini Vitaku dhe Kera konsultohen njëri me tjetrin. Do ta rishikojnë vetë referët këte faul.
Është foul jo sportiv i Adonis Tomasit këtu ndaj Arjan Çallakut. Duhet të ketë kujdes Tomasi. Ish NBA lojtari që luajti për Orlando Magic dhe Philadelphia 76ers. Dhe i shënoi 2 pikët e vetme të Rahovecit, i cili e ndali parës Arjan Çallakun që vodhi topin dhe ja spjegon atje Mumini Adonis Tomasit pse është foul jo sportiv. Herën e parë i pasak nga vija gjuajtjeve të lira. Si vjetë Arjani ka pas të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Vetëm 50% të efikasitetit. Të parën e huqit, dytën e realizoi për 6-2. Tyreek Smith për Scott Bamfortin, i cili tenton kësaj radhe nuk realizon, por Smith edhe njëherë vjen deri te topi. Fauli apo jo, e ka shkelur vin, falni, e ka shkelur vin Tyreek Smith. Për ju që ne duke ndjek të ndeshje, një statistik shumë interesante edhe në Gjakov, edhe në Mitrovic, rezultati identik 7-2, 7-2, 7-2, këtu 6-2, shumë statistika interesante. Po porcelim 3 ndeshje njëkohësisht, edhe një hervia, edhe një top i humbur. Do të jetë kjo një natë e nxehtë dhe fantastike e sportit përsëri në Art Motion, sonte përplot me elitën e basketbollit kosovar. McCormick tenton, nuk realizon, edhe një huqje e lojtarëve të Rahovecit, të cilë nga loja deri tash kanë tentuar 5 herë dhe kanë shëruar vetëm ato 2 pikë të Adonis Tomasit. Sabeckis dhe Regja e shtyen Sabeckis dhe realizon për 8-2. Bloki Rugovës, Sabeckis shkakton personale ndaj Fisnikut, pas atij blokut, pick and rolli, tentim pick and rolli të Fisit. Granbury do të inkuadrohet në lojë. Kentrell Pullian largohet, dhe tani do të luan me 2 qendra, me 3 faktikisht lojtar të gjatë Samargjev. McCormick, fauli Arjan Çallakut, fauli ishte poshtë, fauli i dyti i Golden Eagle Lullit. 2 faula i ka dhe Rahoveci. McCormick për Bard Regjen, i cili tenton, nuk realizon, e kap këtë topi sigurt, është atje Arjan Çallaku. Scott Bamford, lëvizje bukur, mashtruese e tij dhe vjen me treshe të tij të parë dhe treshën e dytë të Golden Eagle Lullit, ashtu si edhe e filloi këtë ndeshje me atë treshën e Sabeckisit. Dhe tani në aksionin e fundit me Scott Bamfortin e përfundoi në tentimin e tij të dytë, e dërgon te vendi. Pra ishte kjo treshja e parë e Sabeckisit në asistim të Scott Bamfortit. Dhe tani në fund, pra Scott Bamfort i krijon vetës hapësin dhe realizon në asistimin e Dustin Tomasit për 11-2. Një start më i suksesshëm i Golden Eagle Lullit në këto 4 minuta 33 sekondat e para. Për ndryshe në anën tjetër o vllazënimi Peja, rezultati është 7-3, ndërsa Trepça Prishtina 7-4. Pra rezultate të ngushta në 2 ndeshjet tjera. E këtu Golden Eagle Lulli është shkëputur në epërsinë maksimale
prej 9 pikëve deri tash pas kësaj treshe të Scott Bamfortit. Thash, ishte fantastik Bamford kundër Borës, 38 pikë. Prej tyre 8 treshe nga 10 tentime, përveç 38 pikëve, i pati edhe 8 asistime, dhe 4 kërcime, 3 topa vjedhur, me të vërtet makina vete, dhe Scott Bamford tashmë është lojtari Golden Eagle Lullit edhe për edicionin e ardhshëm, pasi ka nënshkruar me skuadrën nga Theranda. Edhe një herë tentim nga maja e trapezit, Red Granbury shkakton personale. Kërkon mbrojtje më agresive trajneri Samargjiev. Bamforti po ndiqet atje nga McCormick, si hije, me një herë ndihmon atje Fisi dhe kthehet te Dustin Tomasi. Tomasi tjetër pranë Sabetskisit, ja vjedh topin mirë, po Tyreek Smith e përmirëson, sidoqoftë Granbury e pengon dhe Tomasi tjetër topin e fiton. McCormick, Fisnik Rugova me blok atje lufton me Scott Bamfortin. Luftojnë atje Bamford dhe Rugova. Granbury lufte Fisnik Rugovës me Scott Bamfortin, i cili vazhdimi po ankot atje Fisi në tërheqje përdore nga Bamforti. Ndërshkohet me personalin e parë. Arma kryesore, ekip në vete, Scott Bamford. Regja kapiteni për McCormick atje. Fisnik Rugova për Adonis Tomasin, mbrojtja zonale nga Endrit Elshani. Thomas vjen atje, çfarë blokade, situat 4-2. Scott Bamford për Tyreek Smithin, i cili nga nënkoshi atje realizon për e përsin e parë 2 shifrore prej 13-2. Koha është që të kthehet në lojë Kentrell Pullian. McCormick ndalet në mënyrë të palejuar. Do të jetë rivënje e topit nga anash. McCormick largohet, përshëndetet Pullian në lojë. 2 armët kryesore të Rahovecit. Javon McCormick me një mesatare prej 21 pikëve, 5 presje 5 asistimeve dhe 4 presje 5 kërcimeve. Kentrell Pullian 16 presje 5 pikë, 5 kërcime, 5 presje 5 asistime, me të vërtet një dyshe, një duo dinamik i Rahovecit. Granbury e shpëton topin, vetëm përkohësisht e humb përsëri situat 3-2. Sabetskis nga ana e kundërt e tabelës në asistim të Scott Bamfortit për 15-2 në këto 6 minuta e 15 sekonda. Vetëm 2 pikë ato që i realizoi Thomas. Lufton Tomasi me Sabetskisin, ish lojtarin e Zalgirisit. Bardh Regja i vetmuar tenton dhe treshën e realizon e para për Rahovecin, e zbut disavantazhin në 10. Fauli Kentrell Pullianit. E treta vërteta ishte kjo treshe pas 2 tentimeve të huqëra, në të tretën realizojnë. Largohet Fisnik Rugova, Visar Ejupin në lojë. Tani do të kemi duelin e 12-sheve, Sabetskisit dhe Visar Ejupit. Visari shkon në kënd, është pozit e ti, prej nga ditë qëllon për 3 pikë. Pullian për të bardh Regjën, lëvizje bukur mashtruese e Regjës. Kentrell Pullian ndim atje, 2 fishon Bamforti. Scott Bamford, personale e Scott Bamfortit. George Gray dhe Gzim Morina janë në parket tani. Të Tomasit dhe Arjan Çalakut.
7 pikë të Donata Sabeckisit nga këto 15. Herën e parë nga vjaxhuajtjeve të lira i sakt është Pullian. Ka një efikasitet prej 70% nga penalet si vjet. Sonte parën e qëllon të 2-1, mbetet rezultati 15-6. Kemi hyrë në 3 minutat e fundit. Si Morina i vetmuar atje mrapa. Mbrojtje zonale. Morina, sa bukur është Tariq Smithin, i cili e shmonton koshin atje në asistim të Gzim Morinës për të rikthyre përsin 2 shifrore. 2:14 deri në fund çerekut parë të kësaj ndeshje dramatike dhe me karakter të jesh apo të mos jesh. Topi do t'i takoj Golden Eagle Yllit. Shumë topa të humbur në fillim, 3 topa të humbur të Golden Eagle Yllit, edhe 4 topa të humbur të Rahovecit deri tash Bamfët për Grain. Përsëri vazhdon me mbrojtje zonale trajneri Samargjiev Gray. Për Gzim Morinën në majë të trapezit nuk vendosën mirë sepse në mesin e 2 lojtarëve Smith e fiton atë kërcim. George Gray depërton mbi bardhregjën, tenton, nuk realizon, lufta vazhdon. Gzim Morina e kap këtë top. Sabeckis kërkon blok nga Smith. I kreon hapsin. Sabeckis tenton, por Tariq Smith një maqin për mbledhjen e topave. Tenton, nuk realizon. Tariq Smith deri tash është duke dominu në brendi të trapezit. 6 kërcime të Tariq Smithit. Edhe një kërcim atje George Gray, situat 4-3. Scott Bamford tenton edhe me hap, edhe ndalja atje realizon për 19-6. Edhe njëherë e përsia maksimale bardhregja këtë herë. Tenton, nuk realizon Bamforti me Visare Jupin. Bardhregja atje lufton. Kentrell Pullian ja vjedh topin, ik në kundër sulm dhe thjesht atje nuk e komplikon rezultatin në 19-8 e afron. Gray i ndihmon me të vërtet tani mbrojtje më të fuqishme të skuadrave. Bardhregja e mbyll atje. Tariq Smith, Gzim Morina, sa bukur lëvizje mashtruese e tij. Gray për Scott Bamfortin, nga Himalaja tenton, nuk realizon. Adonisi Tomasi e mbyll mirë Gzim Morinën. E mundson Bardhregjës kërcimin. Pullian, lëvizje bukur mashtruese Pullianit Thomas për Bardhregjën e vetmuar, i cili tenton, nuk realizon. I huq 2 tentimet e fundit Bardhregja. Snajperisti për 3 pikë dhe specialisti i Rahovecit. Në brendi për mrekulli Scott Bamforti, Smithi e huq Kentrell Pullian. Sekondat e fundit të çerekut të parë. Kentrell Pullian për Bardhregjën Thomas. Lëvizje bukur mashtruese e Tomasit, i cili e huq Kentrell Pullian. Tenton, Bardhregja e kap këtë top. Visare Jupi përsëri me treshe, edhe një huqje, edhe një herë. Visare Jupi vetmuar tenton, edhe ky e huq. 5 tentime për 3 pikë. Shkojnë të fundit, tentojnë atje me treshe që të afrohen në rezultat, mirë po nuk e arrin. Ishin 3 kërcime në sulm. 3 tentime për 3 pikë, mirë po të pasukseshme. Rezultati mbetet 19-8 plus 11 për Golden Eagle Yllit. Shkoj me marketing. Bre, ullë t'i kësha pas pare. Po, mëre, me për kredit më nëshmi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi ju e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka për kredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life.
Dominim absolut I Golden Eagle Lullit pas 10 minutave të para në kërcime, 18 kërcime të Golden Eagle Lullit, 11 të Rahovecit, 6-2 në asistime, 3-1 në topa të vjedhur. Dhe pikët nga kundërsulmet pas topave të vjedhur e kam bërë dallimin 9-2, ajo treshja më shumë e realizuar. Saj përket gjuajtjeve të lira në aty, nga 9 tentime, vetëm një treshe e Rahovecit. Golden Eagle Lulli është 7-2, ajo treshja e Sabeckisit në fillim, dhe kjo treshje e Scott Bamfortit, pak më herët e dyta, Bamfort 5 pik dhe 4 asistime. Në anën tjetër, Donatas Sabeckis ka 7 pik, mirë po, ai I cili me të vërtet bëri mrekulli është Tyreek Smithi, edhe pse I ka 4 pik, I ka 8 kërcime. Pra ka dominu nën kosha nga 18 kërcime, 8 gati gjysmën e ka realizuar Tyreek Smith, gati sa komplet krejt skuadra e Rahovecit në çerekun e parë. Tenton me vjedhë të top, Visare Jupi e rikontrollon tentimi Visare Jupit me tabel, realizon për 19-10, e zbut disavantazhin në një shifror, pikët e para të e Jupit, Breon Pass është inkuadruar në lojë, Scott Bamford kërkon blokun atje, Gzimorina Depërton, Naim McLeod atje e pengon Gzimorinën, një mur I vërtet me 224 cm e ti Naim McLeodi, kur po e shohim po tutën prej ti, mirë po në sulm, me të vërtet edhe javën e kaluar kundër Trepçës pati 5 huqe nën kosh, duke mos qelluar koshin, për kundër 7 lartësisë të tij nuk po është efikas. Po në gjuajtje të lira është shumë I rrezikshëm. Javën e kaluar ka qenë 100% efikas, nga 5 gjuajtje të lira I ka realizuar 8 pestat. Ka një efikasitet për 75% nga vija gjuajtjeve të lira Naim McLeod. Sonte tentimin e pare huq. Herën e dytë është Isak për 19-11. Nis Shoshi do të inkuadrohet për herë të parë sonte. Erion Kastrati edhe më tej është I lënduar, or biseduamet edhe së shpejti pritet që të kthehet për ndeshjen e parë qerek finalit, të cilin Ylli do ta zhvilloj me Ben, mirë po mbetet të shihet se kush do të jetë me përparësi të fushës vendase. Tentim atje I pa suksesshëm, topi për Rahovecin. 3 pikë të Rahovecit deri tash, 3-0 në qerekun e dytë. Tentim për treshe dhe realizon atje Kentrell Pullian. E afron rezultatin në 19-14, një mini seri prej 0-6. Sabeckis, Shoshi për Bamfortin, Depërton. Tenton nuk realizon, Pullian më I larti në kërcimik në kundërsulm nga koshi në kosh, Kentrell Pullian. Në anën tjetër, Liz Shoshi me një ngulitje atje elegante, pa e çmontu koshin. Realizon Hadis Dorgoti, është në loj tek Rahoveci. Ka dorën e butë dhe ditë të qëllon për 3 pikë. Mirë po nuk po e lejon pozitën e lirë atje Bamforti. Sabeckis me Visare Jupin tetojnë atje me 3 pikë. Dhe tani Samargjiev thot atje qetësoni, edhe pse kam kërkuar për 3 pikë, pritni blokat. Po bën atje me dorë dhe po gestikulon Samargjiev, pritni blokat dhe pozitat e lira, hapësirën e lirë për treshe. Tentim, opa, ja vjedh topin McLeodit, ja kjo është ajo që ju folja. Shumë I plokësht I butë është Naim McLeod për kundër 7 lartësisë të tij. Foul ndaj Nis Shoshit. Nisni një me
14. Momentalisht plus 7. Ja, Zimorina atje. Dhe faulli gigantit McLeod. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira Lisi. Efikasitet prej 65%. McCormick do të kthehet në lojë. Herën e parë i pasakt reprezentuesi i Kosovës. Lis Shoshi. 211 cm. Herën e dytë shëllon për 22 me 14 pika e pare e Lisit. Largohet Rich Granbury. Richard Granbury në vend të tij kthehet Javon McCormick dhe përsërit tandemi dinamik i Rahovecit, Pullian dhe McCormick për mrekulli atje depërton e huq, mirë po McLeod e përmirëson për 22 me 16. Bamford e sheh korridorin dhe mbi McLeodin e gjuan topin dhe realizon çmendët trajneri Samargjiev. Kërkon nga Naim McLeodi. Adis Durguti me tentim për 3 pik. Lis Shoshi e kap këtë top kundër sulmi shpejt. 3 me 2 situata. Bamforti për 5-ën. Kthehet në mbrojtje Rahoveci. Në mbrojtje zonale Pullian. Lis Shoshi. Tentimi i tij për mrekulli atje për 26 me 16. U afrua në 5 pik skuadra e Rahovecit. 19 me 14, mirë po u përgjesh në atëserin prej 0-6 skuadra e Golden Eagle Yllit në seri prej 7-2 duke e rikthye përsin në 10. Time out kërkoj me njëherë trajneri Goran Samargjiev. Qereku të parë, vllazimi ka 8 pike përsi, 26 me 18 në Shanin Oshin ndaj Pes. Në anën tjetër, statistikat e ndeshjes në Mitrovic kanë mbetur të ngrira, 9 me 4. Nuk e di nëse ndeshja është duke u zhvillua atje apo është ndërprerë. Si duket ndeshja në Mitrovic është ndërprerë. Rezultati është 9 me 4 në Mitrovic, 5 minuta 33 sekonda deri në fund të qerekut të parë. Sidoqoftë, i kthehemi në këtij dueli personale e Brian Pesit. McCormick për McLeodin. Sabeckis për pakson nuk e ndërpreu atë top. Lojtar jashtëzakonisht inteligjent. Dueli i dy lojtarëve me numër 1, Kentrell Pullianit dhe Lis Shoshit, por dallimi në shtat lartësi është gati 30 cm. Pulliani 183, Lisi 201 majt. 28 cm më i gjatë, shkakton faul atje. Kemi një mismatch. Personalja e parë e Lisit. Bukur atje, deporton me kor. Sa bukur ndal McLeod. Dalet në mënyrë të pal. Lis Shoshi e ka për me të lashë me Naim McLeodin 224 cm. Është interesant të themi që kur i hap duart
Shtrirjen e krahëve e ka 242, me vërtet një gjikant i vërtet, po e shohim atje lëndimin e krahut dhe qafës të cilin ka Zimorina, megjithatë i ka shtrënguar dhëmbët dhe po luan sonte, ndërsa McLeod sikurse në çerekun e parë edhe kësaj radhe një echelon e një e huq 4-2 nga vija gjuajtjeve të lira. 4 pikë e 3 kërcime të tij. 26 me 17. Personale e Hadisit, Durgutit, djaloshit 20 vjeçar, i cili erdhi nga drita. Pisnik Rugova do të rikthehet në lojë, ndërsa Liz Shoshi realizon për 28 me 17 duke rikthyer përsin 2 shifrore. Edhe Granbury bëhet gati për të inkuadruar në lojë, tentim për 3 pika atje me McCormick, nuk po i shkon sonte Rahovecit, me të vërtet të gjitha atut i kanë hedhur të gjitha letrat në treshe. Liz Shoshi tenton, nuk realizon, kundër sulmi shpejt nga koshi në kosh me McCormick dhe shënimi do të pranohet si duket, ishte faul. Kërkojnë pranimin e koshit. McCormick i shpejt si raket atje për Visare Jupin. Apo fauli Zimorinës. Shënimi pranohet, tregon referi Mumini, lojtari me numër 6, kapiteni Zimorina shkakton faul. Visare Jupi do ta ketë edhe një gjuajtje të lirë. 28 me 19. Nahim McLeod largohet edhe Hadis Durguti në lojë. Kthehet Fisnik Rugova dhe Granbury. Realizon e Jupi edhe nga vija gjuajtjeve të lira për 28 me 20. Kërkon atje pressing. Dhe 8 sekonda, mbrojtje një pak kujdesie lojtarëve të Golden Eagle Lullit. I vodën atje 3 sekonda duke ndërprer herën e parë, e më pas ishin shumë nonchalant dhe shkuan ashtu dal ga dal për të dalë në fushën e kundërshtarit, nuk dolën me kohë, e humbën këtë top dhe për Golden Eagle Lullit është ky topi i 5 i humbur në anën tjetër. 5 topa të humbur i ka edhe Rahoveci, më të kujdesshëm në çerekun e të dyja skuadrat sa i përket topave të humbur, startuan me shumë nervoz. Sabecki se kthen te Lisi, mbrojtja zonale vazhdon. Spek atje me pressing në lojtarin fundor, playmakerin. Visare Jupi atje në lojë 1-1. Arjan Qallaku sonte super i disponuar, 30 me 20. Pullian të rriqet prapa, tenton edhe një uqe për 3 pikë, mirë po Granbury për mrekulli me kërcim në sulm. Realizon për 30 me 22. Rasti të dytë, pra pas kërcimit në sulm, Granbury shënon, do të kthehet në lojë kapiteni Bard Regja. Qallaku, lëvizje bukur mashtruese e Arjanit, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. I thot Arjani Granburyt që në rregull janë përshëndeten atje Granbury dhe Arjani. Ishte duel gjatë depërtimit. Sa i përket treshëve, Golden Eagle Lullit 2 treshe nga 9 tentime, e në anën tjetër Rahoveci nga 13 tentime, 2 treshe, me vërtet një efikasitet shumë i ulët sa i përket 3 pikshave tek të dyja skuadrat. Rahoveci ka tentuar që me 3 piksha të afrohet pastaj disavantazhe prej 13 pikëve. Mirë po, e pat në fund të çerekut të parë,
patën 4 tentime për 3 pikë, 3 kërcime në sulm, nuk realizohen asnjë. Rezultati mbetet 32-22. Edhe 3-33 deri në fund të pjesës së parë. Rugova tenton, nuk realizon, por Granbury edhe njëherë lufton në kosh dhe shënon për 32-24. Vazhdimisht po e mban rezultatin, nuk po dorëzohet Rahoveci, nuk po lën shkëputje në rezultat. Scott Bamford është rikthyer në lojë. Bamfordi me atë alley-oopin e tij, me atë floaterin e tij, fauli. Lojtarit me numër 32 është ky Rich Granbury. Është kjo personalja e tretë e Richard Granbury. Adonis Thomas do të kthehet në lojë. Granbury, personalja e tretë e Granbury. Thomas kthehet në lojë. Edhe në anën tjetër edhe Dustin Thomasi. Dhe pra kemi tash duelin Thomasi kundër Thomasit. 3-9 deri në fund pjesës së parë. 8 pike përsi për Golden Eagle Yllin në ndeshjen jetike për Rahovecin. Dustin Thomas, pranë Bardregjës, realizon e rikthen e përsin 2 shifrore. Dustin Thomas po sa inkuadrua në lojë, realizoi pikën e tij të 4. Pullian kalon atje për mrekulli dhe mbi Liz Shoshin realizon. E kaloi Thomasin, Dustinin, Josh Gray dhe Pullian. Josh Gray e shet Dustin Thomasin, Arjan Qallaku i vetmuar, faul atje. Fauli Dustin Thomasit në Adonis Thomasin, ishte afër atje Gjelal Mumini, e pa këte tha se e përdori pryllin dhe e shty atje Adonisin. Dustini. 2:33 deri në fund të pjesës së parë. 31-26 është në Gjakov. 16-17 në Mitrovic. Rezultati aktual në të 3 ndeshjet, 34-26 këtu edhe 2:18 deri në fund. Pullian. Bukur e sheh Adonis Thomasin, i cili lanson mbi Dustin Thomasin. Thomasi kundër Thomasit, Adonisi Rahovecit realizon për të afru rezultatin në 5 pikë. 34-29. Çfarë loje, nuk po dorëzohet asë si Rahoveci. Ja, ishte kjo treshja në asistim të Kentrell Pullianit. Treshja e tretë e Rahovecit në 15 tentime. Një 3 pikësh Kentrell Pullian, një Bardhi Rexha dhe tash edhe Adonis Thomas. E treta vërteta për Tenga, 3 tentime, një treshe. Nëse shikojmë kërcimet tani, është afruar dukshëm, e ka zbutur atë dominimin e Yllit Rahoveci 24-20, mirë, po megjithatë është skuadra e Golden Eagle Yllit ajo e cila po e qarkullon topin shumë më mirë dhe i ka 10 asistime. 2 fish më shumë se sa Rahoveci, i cili ka vetëm 5. Ja, edhe falenderojmë ekipin e Oksigjenit. Live rezultatet do t'i përcellim kështu vazhdimisht. Aktualisht pra është ky rezultati 31-29 Peja, 18-17 Trepqa, dhe 34-29 këtu në apo jo, që në kanë 28 e pas kanë shkruar si dyshe. Do ta përmirësojnë, po, 34-28, pas ka qenë dyshe ka shkelur vinë Adonis Thomas. Bamfordi tenton, nuk realizon, por Tyreek Smith me kërcim në sulm e përmirëson. E shmend trajnerin Samargjiev, s'ka faj. Po kërkon atje mbylljen e lojtarëve. Pullian dhe Gray. Pullian kërkon hapësim.
McCormick tentoj, nuk realizoj, Bardregja luftoj, por Tyreek Smith, sa bukur atje me rolling, Bamforti e kalon slalom dhe nuk realizon. Javon McCormick ka shkaktuar faul, po edhe pse ishte jashtë, kam plotësuar bonusin të dyja skuadrat. Scott Bamford vinë gjuajtjeve të lira, deri tash nga 6 tentime, 4 gjuajtje të lira i ka realizuar Golden Eagle Ylli. Bamforti për herë të parë në vinë gjuajtjeve të lira, Arjan Qallaku 4-3 dhe Lis Shoshi 2-1. Herën e parë i sakt për 37 me 28. Scott Bamford, pika e 8 e ti, më efikasi, interesant këtë deri parës, nga 7 i patën Bamforti, Sabeckis dhe Shoshi. Tani Bamforti me 8 pikë është lider. Shënime të distribuara të Golden Eagle Yllit, lojtarëve të Yllit. McCormick. Mbrojtje fenomenale atje, Tyreek Smith dhe Dustin Thomas. Smith atje e pengon Fisnik Rugova me përvojën e ti, e ngriti në hava Tyreek Smithin dhe hodhi topin prapa me tabel, tentoj kosh faul, edhe njëherë, lufton atje Fisniku, do t'i ketë 2 gjuajtje të lira, herën e parë e huq. Betet rezultati +9 për Golden Eagle Yllin, kur kam betur saksisht edhe 60 sekonda, herën e dytë realizon për 37 me 29. Arjan Qallaku, McCormick, Pranti. Dhe top i disputueshëm. George Gray për Tyreek Smithin, i cili nuk e pranon, ishte duke luftuar atje për pozitë me Adonis Thomasin, Tyreek Smithi. George Gray e pasoj topin lartë, edhe vetë Gray tha më falë që nuk ta pasova për toke, pa gestikulimin e ti. 40 sekonda deri në fund. McCormick, 8 pike përsi për Golden Eagle Yllin, i vetmuar, Pullian. McCormick, deporton deri në fund, kërkon kontakt Rugova, atje e hum topin, i bjen nga dora. Bamford kërkon kontakt, mbrojtje shumë agresive e Javon McCormickut. Fisnik Rugova, faul. Refori Gerard Mumini. Shpjegon Scott Bamfortit faulin, se nuk ishte jo sportiv. 2 Tomaset, njëri pran tjetrit. Isak në tentimin e parë për 38 me 29. 16 sekonda deri në fund të pjesës së parë. 9+ për Yllin. Bamford pika 9, dhe herën e dytë realizon pikën e ti të 10. Lojtari i parë në këtë duel me pikë 2 shifrore të këtë dyja skuadrat. Shkon për të pushu Bamforti edhe Dustin Thomasi. Sabeckis dhe Morina kthehen në parket, do të jetë sulmit deri në fund. Pullian tenton, nuk realizon, dhe pjesa e parë mbyllet me rezultatin 39 me 29. 10 pike përsi për Golden Eagle Yllin në Gjakov, në Shaninushi. Vetëm 1 pike përsi tani për vllaznimin, 33 me 32 në anën tjetër. 20 me 18 për Trepçën në fillim të qerekut të dytë. Pra,
Një mbrëmje thash edhe njëherë fantastike dhe dramatike basketbolistike në Art Motion, 3 ndeshje njëkohësisht të karakterit të jesh apo të mos jesh, po shkoj me pauzë dhe më pas vrape pas 10 minutave në 13 qershori ku Golden Eagle Lili aktualisht ka një përsi prej 10 pikëve.